Përshëndetje miqtë mi, mirë se erdhët në YouTube channelin tim Tarot Spirit Therapy. Tema për sot në fakt është që të fokusohemi tek energjia aktuale juaj, çfarë bëni mirë, çfarë duhet të rregulloni ose të reflektoni në këtë periudhë. Pra është një lehtësim i cili do të jetë i fokusuar pikërisht në këtë lloj energjie. Ju këtu keni 3 letra të ndryshme, orakulli, në të cilën ju mund të zgjidhni se cila nga këto 3 letra, gjithmonë zgjedhja bëhet pa menduar shumë. Pra mjafton që ju të shihni 3 letrat dhe kush i thëret e para, atëherë do të ishte pikërisht ajo që do t'ju japi mesazhin. Pra mos mendoni shumë se cila nga këto 3 numra do të ishte numri juaj perfekt. Kemi numrin 1, numrin 2 dhe numrin 3. Le të marrim bashkë një frymë të thellë për të lidhur më tepër me energjinë tonë të brendshme, në mënyrë të tillë për të fokusuar në këtë lehtësim energjinë dhe për të shkëputur nga energjitë apo ndikimet negative të jashtme. Atëherë, ju të numrit 1 keni zgjedhur pikërisht këtë letër, e cila ju flet për surpriza jo të këndshme. Unë mendoj që ndoshta ju jeni hasur kohët e fundit, ose ju do të haseni me situata të cilat ju kanë surprizuar, ju kanë vënë deri diku në siklet. Mund të jetë një periudhë që ndjeheni që energjia juaj e brendshme në fakt kualitetet, më mirë do thoja, tuaja janë goxha sensitive, intuitivisht jeni njerëz të cilët keni ëndra, keni ndjesi, por duket se gjithë situata ju ka bërë më të hegur, ose ju duhet jeni më të fortë në këtë periudhë. Nuk e di, për disa mund të jetë pikërisht momenti që ju kërkoni të ndryshoni situatat në jetën tuaj. Mund të jetë një periudhë në cilën jeni konfuz për të ndryshuar situatën ose realitetin. Ka gjëra që ju kanë vënë në siklet, ka gjëra që ndoshta për të marrë vendime është mendja juaj goxha konfuze në këtë periudhë, e mjegulluar do thoja. Njerëzit ose le të themi një periudhë disa mujore, mund të them, ju ka vendosur në situata gati që ju të transformoheni shpirtërisht, të ndryshoni mendimet tuaj, perceptimin tuaj, të jeni njerëz ndryshe nga çfarë ju keni qenë më përpara. Ndoshta jeta më përpara ose periudha ju ka qenë pak më pozitive, kurse në këtë situatën aktuale ndiheni se keni nevojë që të kuptoheni më shumë. Edhe nëse do thuhet për të marrë vendime, kjo periudhë nuk është një periudhë, le të themi, optimale për të marrë vendime. Nuk është një periudhë që ju mund të prisni shumë që njerëzit ju kuptojnë, sepse ajo çfarë unë ndjej në këto momente me këtë letër është pikërisht kur ju flisni ose kur ju thoni perceptimet tuaja, ose kur ju veproni ndryshe nga çfarë ju keni vepruar më përpara. Ndosht që njerëzit e tjerë thonë, po pas ke ndryshuar, po pse po bën, pse po sillesh në këtë formë. Dhe ju shikojnë gati me një sjellje groteske, ose ju shikojnë me një sjellje që për ata kjo nuk ju përshtatet ju, dhe në vend që ju të ndiheni të qetë shpirtërisht edhe të motivuar apo të mbështetur, në fakt ju ndiheni të keq kuptuar ose ndjeni në siklet. E jo çfarë unë ndjej këtu është që ju jeni në shumë drejtime, pra bëni një punë këtu, një punë atje, jeni multitasking, pra jeni në shumë drejtime në të njëjtën kohë, në shumë punë ose në shumë aktivizime në të njëjtën kohë. Kjo ju ka lodhur, ka raskapitur, dhe ndonjëherë kërkoni të lidheni bashkë me identitetin tuaj sërish, gjë që ju duket deri diku që është gati sfiduese, e vështirë dhe nuk është kaq e lehtë. Pra unë do thoya një periudhë në të cilën ju kërkoni të lidheni me veten tuaj, me shpirtin tuaj, dhe të mos lini atë impresionin negativ, pavarësisht se unë do të thoja një nga gjërat që ju duhet konsideroni këtë periudhë është mos të mendoni shumë se çfarë mendojnë njerëzit e tjerë, po të fokusoheni në nevojshmëritë tuaja. Sepse është një periudhë që po ju nxjerr jashtë, le të themi,
jashtë zonës tuaj komforta, nëse mund ta quaj kështu. Ne do të shikojmë bashk shumë letra. Ok, unë po i marr këto letra të dyja. Në fakt numri 9 korrespondon dhe këtu 1 plus 8 9 dhe numri 9 ju paraqitet këtu, një mendje që një mendje që do të zbuloj shumë gjëra njëkohësisht, një mendje që udhëton shumë në dimensione të tjera, më do thoya edhe në ëndra. Ajo çfarë unë ndjej është që ju keni jetuar shumë jetë të ndryshme, edhe a ju e ndjeni ndonjëherë veten tuaj të inspiruar kur jeni në botë jashtë, kur mendja juaj mëson gjëra të reja, ju nuk ndiheni mirë me gjërat e vogla, me njerëzit që kanë perceptim të ngushtë. Ju doni që dhe marrëdhënia ose njerëzit që ju bashkëpunoni t'ju rrisin shpirtërisht, t'ju rrisin intelektualisht, pra inspiration këtu prap, të inspiroheni. Mendja juaj është një mendje, do thoja, ose ju jeni njerëz të cilët jeni goxha emocional, si njerëz, njëherë jeni mirë, njëherë ngriheni me gjendje jo të qetë, megjithatë jeni kreativ, ndonjëherë njerëzit ju thonë jeni dramatik, ose po veproni, i kërkoni gjërat në mënyrë, le të themi, arrogante, ose jo të sjellshme, ose jo etike. Definitivisht unë do ju interpretoj në këtë mënyrë. Ju jeni shumë kreativ si njerëz, jeni njerëz që mendja juaj nuk rresh asnjëherë, shkon në shumë dimensione njëkohësisht, jeni tepër sensitiv, keni ëndra parashikuese, ose do të keni në jetën tuaj ëndra vërtet që do ju thon për të ardhmen. Mendja juaj është gjithmonë duke udhëtuar në hapësira dhe dimensione të tjera. Doni të mësoni gjuhë të huaja, të udhëtoni në vende të cilat nuk janë thjesht udhëtime për thënë që unë kam udhëtuar, por udhëtime që ju njiheni me shpirtin tuaj, udhëtime që ju bëjnë të zgjoheni shpirtërisht dhe të kuptoni misionin tuaj në këtë jetë. Ju jeni goxha kreativ, jeni kërkues dhe ndonjëherë për shumë njerëz kjo mund të quhet po bëni shumë, ose po sillesh në mënyrë jo etike, por mos u shqetësoni për këtë gjë, kjo është thjesht perceptimi i njerëzve të tjerë, nuk është e juaja. Ju lidheni shumë me natën, nuk e di, ju mund të jeni shenjë zodiake diellit, por lidheni me natën në sensin që ju frymëzon nata, kur jeni vetëm, errësira, ndikoheni nga gjendjet, nga fazat e hënës, që njërë ndiheni të lumtur, mirë, njërë ndiheni se nuk keni bërë mjaftueshëm, jeni kritik ndaj vetes tuaj, mendja juaj dhe 3 letra ju flet për Merkurin, për mënyrën se si ju komunikoni, për mënyrën se si ju mendoni, është kreative, është shumë dimensionale, shkon shumë në hapësira të cilat njerëzit e tjerë nuk i kuptojnë ose nuk arrin dot të perceptojnë në mënyrën tuaj. Ju më pëlqen shoqëria, ju më pëlqen të jeni ndikues tek njerëzit, ti mësoni njerëzit, ti orientoni njerëzit, pavarësisht se njerëzit e tjerë nuk ju kuptojnë, pavarësisht se njerëzit e tjerë ju vendosin një etiketë që jeni asocial, ose që nuk ndini të mbani shoqërinë. Por unë mendoj që ndikimi që ju keni në shoqëri është goxha i nevojshëm, do thoja, sepse shikoj që është shumë e rëndësishme që ju të lidheni me energjinë tuaj të brendshme. Edhe shoh që jeni të rrethuar nga njerëz që nuk ju kuptojnë, nuk ju vlerësojnë, edhe ndonjëherë ndjeni më mirë po ri vetëm se sa të jemi ke shoqëruar. Shiko prap Luani ju del, jeni goxha kreativ, jeni goxha të fortë, ju ndonjëherë nuk keni frikë nga gjërat që ju sfidojnë, madje ato të cilat janë të vështira ju bëjnë të shkoni pas atyre. Në jetën tuaj, unë do thoya që ju jeni rrëzuar shumë herë, keni një mendje gati që unë do thoya është edhe
sabotuese ndaj vetes tuaj, pra nuk jeni shumë gentil me veten tuaj. Kështu që unë do thoya keni kujdes me këtë jo gentilesë të vetes tuaj. Lëndimet që ju kanë ardhur në jetë dhe shoh që jeni lënduar shumë, shpirti juaj ka marrë shumë goditje, do thoja, edhe kjo ju ka bërë deri diku edhe të mos besoni ndaj vetes, ndaj njerëzve, jeni shumë të fokusuar edhe tek shëndeti i trupit, i mendjes. Jeni shokues për shoqërinë, nuk i përkisni, le të themi, pjesës më të madhe të shoqërisë. Dhe i arrini gjërat, por i arrini mbas një lufte të brendshme, do thoja, në mënyrë të tillë për të çuar misionin tuaj deri në fund. Keni pasur njerëz ose shoqëri që nuk kanë treguar shumë të sinqertë me ju, edhe shpesh herë ndiheni që misioni juaj është për shoqërinë, po t'jeni vetëm. Sepse do thoja fokusi që në fakt ju duhet të fokusoheni këtu është të mos dyshoni tek vetja juaj. Dhe nëse po kaloni një periudhë, sepse pikërisht Luani më tregon sfida, nga ana tjetër më tregon forcën tuaj të brendshme. Këtu Jupiteri në shtëpia 9, në fakt e Shigjetarit më tregon dijet tuaja, ndoshta dijet që vijnë edhe nga një jetë më parshme që ju keni jetuar. Ju bën juve, pra subkonscienca juaj ose zyri juaj brendshme, shpirti juaj ju thotë që ju mund ta arrini, ti mund ta bësh këtë, mund ta bësh, mos u dorëzo. Pavarësisht se sa ju mbështeteni nga shoqëria. Dhe kjo periudhë, unë do thoya që është një periudhë që ju ka lëkundur besimin në arritjet ose në qëllimin tuaj definitiv. Megjithatë unë them që ju do keni sukses, sepse 9 nga kupat tu tregon për një dëshirë që bëhet realitet. Dhe çfarë ju duhet të lini është pikërisht ky dyshimi që nga sfidat mund të dyshoni nëse do arrini gjërat apo jo në jetën tuaj. Dhe kjo është edhe energjia aktuale në fakt që juve ju ka lëkundur ose ju ka mërzitur, do thoja, në këto momente. Përdi që është vizive shumë për ju. Le të marrim disa nga letrat e mia, orakullin që unë kam krijuar vetë, për ju që jeni të rinj në këtë channel. Atëherë unë kam krijuar orakullin tim, i cili vjen me një kuti magnetike, peshon gati 1 kile. Brenda saj është një libër në gjuhën shqipe, quhet Orakulli i Mendjes së Mjegull, është 357 faqe, është me ngjyra dhe janë 70 letra orakuj që ju mund t'i merrni çdo ditë. Janë këto letra që do shohim bashk. Mund të merrni çdo ditë një letër për të motivuar. Që si do shkoj energjia, ku duhet fokusohem, pikërisht kjo lloj lehtësimi që unë bëj me ju vetëm online, por edhe me ata të cilët preferojnë të vinë dhe të bëjnë lexime personale, pra jo kolektive, por personale. Të mundohem të organizoj pak hapësirën në mënyrë të tillë për të vendosur më shumë letra. Dhe le të shohim pak bashk se çfarë letra tregojnë për hapësirën tuaj shpirtërore. Në çfarë periudhe po kaloni ju dhe ku duhet të fokusoheni, të orientoheni. Interesante, shikoni, jeni në vrimën e zezë, në një periudhë në të cilën ju duket sikur është repetitive, e ju mendoni që çdo gjë po përsëritet ose është e njëjta, energjia është obskure,
dhe jeni rrethuar në këtë vorbull në cilën nuk dini se si të ikni prej saj dhe ndiheni të ngatruar. Pra është një periudhë që unë do thoja tamam është eksaktësisht unë si përmenda që me letrën e parë që ju po kaloni një periudhë sfide, një periudhë kolapsi. Megjithatë gjërat do shkojnë mirë pavarësisht se perceptimi juaj në këtë moment është goxha i limituar, i mbyllur. Ju duket sikur jeni përthithur nga një energji, që kjo energji mund të jetë energjia e syrit keq, energjia e një rutine jo produktive, energjia e diçka që ju ka të orientuar rrënjët tuaja apo rrugën apo udhën që keni dashur t'i bëni gjërat ndryshe dhe realisht haseni me një situatë që nuk jeni para përgatitur në mendjen tuaj. Kështu që marr këtë letër, nuk e di çfarë është. Në shpinë tuaj ju mendoni që kjo energji, le të themi negative, është një energji e cila e përkon ose ka prekur shpinë tuaj ose njerëzit pjesëtarët e shtëpisë tuaj. Ju ndjeni dhe të mbyllur brenda shtëpisë. Kjo ndonjëherë tregon për një bllokim brenda shtëpisë, për një energji jo pozitive brenda shtëpisë, apo mendja juaj që ju bën të mbylleni brenda shtëpisë sepse ndjeni sikur situatat e jashtme ose njerëzit e tjerë ju përflasin. Pra kemi këtë lloj, si do janë energjitë, le të themi në vazhdimsi. Ju duhet të mendoni pozitivisht, ju thuhet të hiqni mendimet negative, ju tregon se në fakt duhet të bëni rregulla ose mendësi të reja në mënyrë të tillë për të ecur para, dhe po gjërat nuk do të ecin mirë nëse ju nuk vendosin disa rregulla që unë do ndryshoj këtë situatë, unë do ndryshoj këtë mënyrë perceptimi, unë do ndryshoj ndoshta të flas me këta njerëz ose të cilën në këtë mënyrë, sepse vetëm në këtë formë unë shikoj që ju do të keni sukses. Vetëm në formën në cilën ju shkëputeni me mendimet negative, me njerëzit toksik, të pastroni energjinë në shtëpisë tuaj. Çfarë duhet të konsideroni në këtë periudhë? Shpërblim, kënaqësi, janë letra pozitive që mua më ngjeson me energjinë e 9 nga kupave. Shko se letër e bukur është, në cilën pikërisht ju thuhet që e gjithë këtë cikli që ju keni kaluar ose po kaloni do të shpërblehet. Pra puna që ndoshta juve ju duket rutinë, pastrimi i energjisë që ndoshta ju duket për momentin jo efikas, mendimet që mund të ndryshoni dhe për momentin mund të duken që prap shkoni në të njëjtën pikë ngeceni, unë them që do arrihet me sukses. Pra ju do arrini qëllimin tuaj. Për disa mund të jetë një qëllim që thjesht për të lidhur me energji pozitive brenda vetes, për disa mund të jetë ndryshim të mendimeve negative apo influencave nga njerëzit e tjerë, që mund të jetë syri për folja, apo një periudhë e keqe, një periudhë që mund të them me ndikime të Saturnit. Jo ku është Saturni në këto momente, sepse çdo kush varet në cilin moment ka lindur dhe në çfarë faze planetare është. Kjo është tjetër gjë, është një formë që në fakt shpjegohet shumë mirë në karmën edhe në ndikimet planetare në jetën e një individi në astrologjin indiane. Por le të mos futemi kaq thellë, thjesht duhet të them që në periudhën kur dikush kalon në Mahadasha të Saturnit, të ndikimit planetar të tij, ndjen një energji të rënduar, ndjen dhimbje kockash, ndjen që puna që bën nuk ka sukses ose mbyllje, ose gjërat elektronike prishen, kafshët sëmuren, pjesëtarët e familjes ndjen një energji të bllokuar. Pra kemi këtë energjinë të Saturnit që sjell bllokime, por në fund fare pra kemi shpërblim të punës tonë. Dhe kjo mund të jetë energjia që juve duhet të fokusoheni. Le të marrim disa letra të fundit për ju, ja ku ju thuhet të ndisni një qiri, dhe që ju do ta shihni atë, le të themi, anën tuaj pozitive, unë do thoja, ose bekimin e punës tuaj, tamam,
Ju thuhet që do filloni të flisni për gjërat pozitive ose që ju ndikojnë pozitivisht juve, dhe të thuhet që do të keni mundësi të reja dhe diçka e re që vjen në jetën tuaj. Definitivisht numri 1, edhe pse ju po kaloni një periudhë të vështirë, edhe pse mund të ndjeni të bllokuar ose të stresuar, definitivisht letrat ju thonë që kjo periudhë do të rezultojë, pra rezultati i gjithë kësaj periudhe që mund të ketë kohë që ka filluar ose mund të ketë ditë që ka filluar, do të përfundojë me sukses. Ju do të merrni vlerësimin e punës tuaj apo hakun e punës tuaj, nëse mund ta them në vija të trasha. Por që fokusi duhet të jetë tek ju, të mos dyshoni tek vetja juaj, të pastroni energjinë definitivisht në shtëpi, në veten tuaj, të mos flisni me njerëz që ju e ndjeni, sepse ju keni edhe një ndjesi, unë do thoya që i ndjeni njerëzit kush janë negativ dhe kush janë pozitiv. Kështu që të largoheni nga këta njerëz, të pastroni ambientin ku ju jetoni, të hiqni mendimet negative, dhe nëse ka ndikim të Saturnit në këtë rast në jetën tuaj, atëherë unë do thoya që do të bëj efektin e vet derisa ju të keni marrë leksionin e duhur. Por kjo dhimbje apo kjo ngatresë apo kjo dyshim që ju mund të jeni në këtë periudhë, unë them që përfundon me sukses. Kështu që energjia është e tillë ku duhet fokusoheni është të vendosni dhe rregulla të repta në veten tuaj, sepse deri diku nuk i keni vendosur këto për të mbrojtur energjinë tuaj, për të mbrojtur familjen tuaj, hapësirën ku ju jetoni, flini dhe punoni ndoshta. Sepse ju keni goxha aftësi dhe shumë njerëz ndonjëherë kur keni shumë aftësi dhe i jepni këto energji, këto dhunti që ju keni, njerëzit e tjerë ju absorbojnë energjinë tuaj dhe ju ndiheni që unë po jap shumë, po nuk po marr mbrapsht atë që mua mund të më frymëzoj, për shembull. Kështu që ndiheni deri diku të konfunduar, të ngatruar, të bllokuar, të zhgënjur nga njerëzit e tjerë, por njerëzit e tjerë nuk ju japin sepse nuk i kanë këtë aftësi. Kështu që është edhe pak, prandaj ju del dhe konjaku këtu duke ju thënë që ndoshta ju jeni një shpirt i vjetër, që keni jetuar shumë jetë dhe kur vini keni udhëti të cilat për njerëzit e tjerë mund të duken abstrakte, por për ju janë shumë natyrale, janë të thjeshta, janë të kuptueshme. Prandaj dhe ndiheni ndonjëherë si një energji që nuk kuptoheni lehtë nga shoqëria, por që definitivisht është një rezultat pozitiv. Këto keni ju të numrit 1. Nëse jeni të interesuar për lexime personale apo për të bler letrat e mia që unë kam krijuar të orakullit, ju mund të më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagram, aty ku unë hedh postime gati të përditshme, do thoya, dhe që cilat janë motivuese ose të astrologjisë indiane, edhe të shërbimeve personale që unë jap, por gjithashtu edhe jap shërbime dhe informacionet lidhur me blerjen e librit të orakullit apo të leximeve personale. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Do shihemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, miru takofshim. Përshëndetje ju që zgjodhët numrin 2. Numri 2 është pikërisht ky imazh këtu, që në fakt i thotë që ju jeni njerëz që doni të ndani çdo gjë me njerëzit e tjerë. Lumturinë, mendimet, çdo gjë ju doni të ndani me njerëzit e tjerë. Pra jeni një shpirt që unë do thoya goxha që ju kërkoni të ndihmoni kafshët, shpendët, njerëzit, jeni goxha altruist, do thoya, jeni njerëz që do të keni një periudhë që do kaloni, do thoya, mendime ose momente të bukura, të cilat do t'i ndani me njerëzit e tjerë. Për disa mund të jenë mendime të reja, punë e re, fëmijë apo momente që ju doni të trajtoni më shumë veten tuaj, partner të ri, pra diçka që ju do ndani momente me njerëz të tjerë. Dhe nuk rini dot, do thoya, pa e ndarë gjërat e bukura me njerëzit të tjerë. Që është edhe pozitive, por edhe negative, sepse ju bën deri diku
të jeni ndoshta pre do thoja e syrit apo e mendimeve të njerëzve që sa mirë i ecet këtij personi. Gjithsesi, nëse jeni duke pritur një lajm pozitiv, unë do thoja që është një përgjigje shumë pozitive. Ju do të keni mjaftueshëm për të dhënë njerëzve të tjerë dhe në shoqëri ju dukeni ose jepni iden e njerëzve të cilët kanë shumë për të dhënë. Flasin shumë, komentohen shumë, vishen mirë, ju pëlqen e bukura, ju pëlqen ushqimi mirë, ju pëlqen të ndryshojnë energjitë ose mendimet ose veshjet dhe njerëzit deri diku ju xhelozojnë ose ju kanë antipati për ato të mira që ju gëzoni. E njëjta letër që doli dhe grupit të parë, unë po i ngatroj. Edhe shiko se sa interesante që ju thuhet diskriminim. Pra mënyra se si ju shiheni te njerëzit e tjerë, deri diku duket sikur njerëzit e tjerë, pra ju kanë antipati, nuk ju kanë qejf, pikërisht sepse ju keni mjaftueshëm. Shumë lidhen goxha bukur sot letra për ju, po marr dhe një letër të fundit. Wow. Ju jeni njerëz që pëlqejnë risqet, jeni njerëz që unë do thoja ju pëlqejnë flokët e gjata ose keni një energji, le të themi, ndikuese tek meshkujt, pra të rejse, dashuri ose tërhiqni gjithmonë në syrin dhe keni goxha energji femërore. Definitivisht unë do ju quaj njerëz me energji femërore. Dhe ashtu siç keni energji femërore, keni dhe një karakter goxha të fortë në të cilën ju pëlqen të mos rini në të njëjtin vend dhe ta thoni në sy nëse dikush ju flet keq. Pra ju jeni njerëz që sa jeni edhe pozitiv apo shpirtëror, nëse mund ta quaj në këtë formë, po mundohem që të jem sa më mirë vizualisht me ju. Jo. Okej. Atëherë, shikoj që ju pëlqen të merrni risja, ju pëlqen të jeni njerëz me mendje ju në realitet. Pra ju pëlqen të shkëputeni nga realiteti. Eksaktësisht këtë do thoya. Të shkëputeni nga realiteti. Të udhëtoni është diçka që ju adhuroni. Ju jeni njerëz që i keni gjërat në, ose do thoja, po gjej fjalën e duhur, e keni çelsin tamam mendjen tuaj ose karmën tuaj në anën tuaj. Dhe ju jeni njerëz që përfliteni shumë. Dhe kur flas përfliteni, mundi edhe për mirë, mundi edhe për keq, por gjithmonë përfolja është gjithmonë njerëzit kanë tendencën të kritikojnë. Ju shikoj që ju jeni njerëz ose mendja juaj është gjithmonë çfarë do bëj të re, jeni kreativ, ta thoni mendimin siç e keni, pra nuk ju intereson nëse do lëndoni dikë apo jo, sepse njerëzit e tjerë ndërkohë nuk e kanë këtë gentillesë, do thoja, me ju. Kështu që edhe ju nuk i keni këtë gentillesë me njerëzit e tjerë kur vjen pjesa tek se si ju duhet ta thoni mendimin tuaj. Pra edhe ju nuk është se keni thënë okay, nëse ju po më silleni në këtë formë, okay, edhe unë do sillem në këtë mënyrë me ju. Dhe njerëzit ju kanë inat, wow, ju kanë pikërisht inat. Për risjet që ju merrni, për vetbesimin tuaj, pikërisht ju kanë inat për këtë gjë. Dhe ju thonë që ju jeni ndoshta jo me taktik, ndoshta jeni njerëz që merrni risje dhe nuk i mendoni gjërat mirë. Ju kanë inat për arsye sepse kur ju keni një qëllim e çoni deri në fund.
Ju shikojnë njerëz që i mbani gjëra të fshehta, që tregoni vetëm pak, por realisht keni shumë në jetën tuaj për të thënë ose për të ndarë. Të marrë dhe një letër tjetër se ndjej. Dhe ju thuhet që kjo periudhë është një periudhë ndryshimesh për ju, që ndoshta në këto momente në jetën tuaj ju kërkoni ndryshime, sepse nuk jeni të kënaqur ndoshta me situatën aktuale. Megjithatë, unë them që e gjithë energjia e leximit mua deri tani më ka dhënë një ndryshim që do jetë i vazhdueshëm në jetën tuaj, për arsye se ju nuk është se keni një mendim të caktuar. Ju ndryshoni gjithmonë mendimet. Ju ndryshoni unë do thoya ajo çfarë ju duhet në këto momente është stabilitet. Dhe ndonjëherë ju gjërat i bëni për të impresionuar njerëzit e tjerë. Dhe pyetja ime është pse? Pse të tjerë duhet kenë kaq shumë rëndësi? Dhe pastaj mërziteni kur njerëzit e tjerë ju komentojnë, ju diskriminojnë, tamam si kjo. Pra këtu. Ju thonë fjalë që nuk janë të mira për ju. Për vitën të cilën ju kaloni, jeni goxha familjar, goxha të fokusuar tek familja, tek njerëzit. Ju i doni shumë familjarët tuaj. Dhe jeni njerëz që ndonjëherë doni edhe traditat, apo unë nuk do thoya ti vazhdoni, sepse jeni njerëz që i thyeni traditat, por ndoshta të mos harroni nga keni ardhur, të jeni krenar për si jeni rritur, edhe ndonjëherë edhe nëse nuk është më e mira e mundshme, prap ju do të keni fjalë pozitive për të thënë. Nuk e hidhni poshtë, jeni mendje që gjithmonë mendoni çfarë të reja unë duhet të sjell, sa lek unë duhet të sjell sot. Jeni midis dy botëve, realisht, njërë bëheni realist, njërë bëheni shumë sentimentalist, do thoja, i ndryshoni mendimet shpesh herë, dhe shumë interesante sepse më thuhet që ashtu si që ju gjykoni nga të njerëzit e tjerë, edhe ju keni tendencën të gjykoni njerëzit e tjerë. Pra thonim, ky person nuk është i mirë sepse ka këtë, pra keni tendencën për gjithmonë për gjetur një mendim për njerëzit e tjerë. Numri 2, deri tani, më ka dhënë një ndjesi, unë do të hedh letra të tjera, më ka dhënë një ndjesi të një destabiliteti emocional dhe mental që ju keni në këtë periudhë. Ajo çfarë unë do t'ju sugjeroja, gjithmonë bazuar në sugjerimet shpirtërore, që ne bëjmë bashkë leximet këtu, është të jeni më të fokusuar në një qëllim të caktuar për ta çuar deri në fund, të jeni më pozitiv me njerëzit e tjerë, të mos tregoheni kaq shumë të hapur, apo që unë dua të impresionoj njerëzit e tjerë për këtë arsye apo për atë arsye, që unë do thoja është e gabuar, sepse ajo çfarë ju mungon ju këtu është të lidheni me veten tuaj. Unë shikoj energjinë tuaj shumë të hapur, dhe energjia e hapur ka një gjë të mirë që vërtet mund të krijojë fluiditet me energji të tjera, por nga ana tjetër negative ose nga ana tjetër e medaljes tregon që në fakt ju mund të bëheni pre e marrjes energjive jo të mira të njerëzve të tjerë. Dhe aty pastaj ju filloni të ndjeni të çorganizuar, sepse keni marrë energji që nuk janë tuajat, nuk e kuptoni pse jeni të çorganizuar, nuk e kuptoni pse jeta ju ecën në ritme goxha të shpejta, dhe thoni që unë dua stabilitet, por nuk e di pse nuk më vjen ky stabilitet. Unë dua të blej të gjëra të reja, por nuk e di pse leku nuk më qëndron, edhe pse po mundohem të kursej. Pra, ajo çfarë unë do thoja që ju duhet fokusoheni pikërisht në këtë periudhë është që ju ti mendoni gjërat 5 herë, 10 herë përpara se të bëni hapin. Është e vështirë që të ndryshoni, me sa unë shoh. Është e vështirë sepse ju jeni goxha thyerës të mentalitetit, të mendimeve shoqërore, të njerëzve, të kushteve sociale që ju mund të jeni, pra mund mos keni shumë, por ndërkohë tregoni sikur keni shumë. Kemi shumë kontradita në energjinë tuaj, goxha kontradita, që unë do thoya nuk e kuptoj pse. Këtu unë do të shoh me letrat e mia të orakullit që i kam krijuar vetë, për ju që jeni të rinë në channelin tim, unë kam krijuar setin tim të orakullit, është kjo kuti, e cila është magnetike, dhe
vjen me një libër 357 faqe në gjuhën shqipe me ngjyra dhe brenda në këtë kuti ka 70 letra, të cilat janë me ngjyra goxha inspiruese, frymëzuese që ju mund të përdorni çdo ditë në shtëpinë tuaj. Ngriheni në mëngjes dhe merrni një letër e thoni si do të jetë energjia ime për sot, ose ku duhet të reflektoj, çfarë duhet të ndryshoj sot. Dhe më pas merrni një letër dhe ajo letër ju udhëzon ose ju le të themi është si një mantra në mëngjes që dëgjohet për pozitivitet, dhe kjo letër pikërisht ju bën të reflektoni në energjinë e ditës tuaj, pra që ju e filloni. Letrat dhe dërgesa pra të bëhet në gjithë botën. Nëse ju jeni të interesuar, mund të më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagram, në faqen time ku unë hedh postime të vazhdueshme për t'ju frymëzuar ju, për të bërë interpretimin e simboleve të ëndrave, gjithashtu dhe për të thënë cilat janë shërbimet e mia dhe për të dërguar letrat në të gjithë botën. Pra vetëm nga faqja ime Tarot Spirit Therapy. Këtë e theksoj sepse kam lexuar disa mesazhe që më shkruani këtu se sa kushton libri dhe si bëhet dërgesa, ndërkohë që të gjitha këto informacione ju do t'i gjeni në Tarot Spirit Therapy, i kam bërë vizive për të gjithë. Mjafton që ta vizitoni faqen. Le të shohim bashkë se cilat janë letrat ose energjia që do të vinë për ju të numri 2. Një letër pozitive që ra edhe numrit 1. Le të marrim. Mbroni energjinë tuaj, mbroni të mirat tuaja. Shiko se sa e çuditshme unë do thoja që është, sepse juve ju fillon me ëmbëlsi, pra që ju jep njerëzve të tjerë, dhe ju përfundon prap letra ime e orakullit këtu me ëmbëlsi që ju doni t'ja jepni njerëzve të tjerë. Pra shikoni se si këto dy letra lidhen në mesazhin e tyre. Po mundon të bëj fokus. Okay. Pra, këtu është vajza duke dhënë qumësht kësaj kafshë të vogël, ndërsa këtu është vajza që jep ëmbëlsira njerëzve që i hedh nga qielli, nga kjo kutia që është në qiell, për t'ia dhënë njerëzve të tjerë. Pra juve ju pëlqen të jepni, juve ju pëlqen të jeni të dashur, të jeni bujar me njerëzit të tjerë. Megjithatë, unë do thoya që shumë ëmbëlsi ndonjëherë i bën njerëzit të velen me të mirat tuaja. Letra tjetër që mua prezantohet këtu është perëndesha e mbrojtjes, në cilën ju thot, mbroni mendimet tuaja, autenticitetin tuaj, energjinë tuaj, sepse jeni në një fazë ose në një energji të thoja që ndërshkëmbeni pambarimisht mendimet, energjinë, fokusin me njerëzit e tjerë. Dhe thash, ka dy gjërat mira, ka edhe anën pozitive, por edhe anën negative. Pozitive sepse krijon këtë pra lëvizjen energjike, por negative sepse ju mbingop me energji që nuk janë tuajat. Çfarë tjetër ju sugjerojnë ky lexim sot? Mundoni të gjeni veten tuaj, përpara se ju të ndihmoni njerëzit e tjerë, të jepni mendime, çfarë është e mirë, çfarë është e gabuar, çfarë duhet bëjnë ata, mundoni të bëni një rezume të vetes tuaj, të zgjidhni problemet dhe mendimet tuaja, përpara se të bëheni shpëtues për njerëzit e tjerë. Tamam, do të ishte mesazhi në këtë formë. Pra mundohuni të jeni të mirë të vetes dhe pastaj të bëheni të mirë të botës. Si do të jetë energjia në muajt në vazhdimsi për ju? Shiko sa bukur që letrat lidhen me njëra tjetrën, sepse këtu ju tregon dy drejtime të kundërta dhe ju thuhet mbani kuaj, disiplinë, ligje, dhe këtu pikërisht ju thuhet që jeni midis dy botëve. Le të fokusohemi për ta interpretuar akoma më në detaj. Ju thuhet në fakt, po mundohem që letrat jenë sa më vizive, sepse fokusi im është ju të shihni pikërisht letrat që unë kam krijuar vetë dhe janë goxha krenare për punën, sepse kam bërë një periudhë që kam qenë shtatzane, edhe punoja me orë të tëra për ta krijuar këtë set tek ju. Më ka marrë goxha energji fizike, mendore, psikologjike, që ky material të jetë sot pikërisht viziv për ju.
Pra, si që shihni këtu, ju shihni që letra e fundit është pikërisht dy kuaj që vënë në drejtime të ndryshme dhe kërkojnë liri. Unë do thoya që shpirti juaj është një shpirt që orientohet drejt lirisë, lirisë së mendimit, lirisë së veprimit, lirisë për t'i abandonuar gjërat ose për të krijuar situata të reja në jetën tuaj. Jeni të lodhur se kush t'ju thotë ose t'ju orientojnë se çfarë është më mirë që ju të bëni. Ju jeni shumë të dashur, jeni shumë bujar, jeni shumë familjar, por jeni dhe rebel nga ana tjetër. Kështu që keni dy faza që do thoja, o jeni aja, o jeni zhëja. Njerëzit o ju duan, o ju urrejnë për atë që ju jeni. Çfarë do ju duhet të reflektoni në këtë periudhë është që të jeni pak më me këmbë në tokë. Ishni 30 mendime, mbani 5 mendime. Sepse mendimet e shumta ju bëjnë që ju të dukeni vizionar, por kur vjen puna për të realizuar, nuk i realizoni do të gjitha, sepse frekuenca nëse ndahet energjia manifestuese në 30 ide ose në 30 projekte, normalisht nuk do të ketë të njëjtin efikasitet, ashtu si kundër mund të ketë në momentin kur ju gjithë fokusin tuaj e orientoni dhe e manifestoni në një projekt të caktuar. Kështu që ju thuhet, mundoni të fokusoheni në shëndetin tuaj, sepse pikërisht këtu Venusi tek Virgjëreshta, shtëpia e 6 ju thuhet në këtë, pra ritëm, le të themi, repetitiv dhe ju duhet kjo gjë. Unë do thoya kujdesni pak shëndetin tuaj, sepse prap edhe ekonominë, për pjesën e lekëve të mos shpenzoni shumë, por edhe shëndetin tuaj, sepse pikërisht shtëpia e 6 flet për energjinë e prarabdha karmën në astrologjinë indiane, që është energji karmike që rimishërohet nga jeta e mëparshme. Pra, sjell armiq dhe njerëz, jetë rutine dhe njerëz dhe armiq të cilët vinë nga jeta e mëparshme. Pra, ndonjëherë kur mund thoni, po pse më soll në këtë formë, ky person është për arsye sepse mund të vijë nga jeta e mëparshme. Pra, situata që repetitive, njerëz të cilët bëhen armiq pas një arsye të caktuar apo kanë sy, kanë zili, vjen pikërisht se ju mund të keni akoma, le të themi, energji karmike të rimishëruara që nuk kanë përfunduar intensitetin e tyre. Kështu që të njëjtat situata mund të ndodhin, për shembull, mund të kemi të njëjtat sëmundje, të njëjtën punë me të njëjtën njerëz, edhe pse mund ndryshohet ambienti, prap keni të njëjtën njerëz që ju han atë shpirtin ose ju kritikojnë. Ose mund të kemi njerëz të cilët në marrëdhënie toksike që përsëriten, ndajemi me njërin, bashkohemi me tjetrin, por prap kemi njerëz të cilët nuk janë shumë të mirë ose janë dominues në marrëdhënie. Kjo për arsye sepse vijnë nga jeta e mëparshme, siç e shpjegova më sipër. Ajo çfarë ju duhet të fokusoni është sepse keni këtu një zë që ju flet, i cili mund të jetë ky lexim shpirtëror që ne bëjmë bashkë, mund të jetë një miku juaj, mikja juaj, ose mund të jetë zëri juaj brendshëm i koshiencës në të cilën ju thot. Dhe kur flas koshiencë, jo subkoshiencë, por koshiencë, pra mendja që ju thot mos e bëjni këtë gjë. Pra shpirti mund të dojë diçka, mund të dojë rebelizëm, por mendja thot mos e bëj sepse nuk është e duhura për ty në këto momente. Juve ju pëlqen të merrni risje, ndoshta të shkoni në gjëra që njerëzit e tjerë mund të kenë pak frikë për të shkuar ose për të bërë, por letra ju thotë që keni kujdes me risjet që ju merrni, sepse duke shkuar në një marrëdhënie toksike, në njerëz të cilët mund të jenë të divorcuar, me fëmijë dhe me problemet e tyre, ju bëheni pjesë e asaj karme, pa e kuptuar. Ose me njerëz të cilët janë me probleme shëndetësore, me probleme që gjithkohës kanë një jetë rutine, jo kreative, dhe ju jeni pjesë e këtyre njerëzve, automatikisht ju jeni pjesë e kësaj karme. Prandaj ju thuhet që risjet që ju merrni, ju duhet të vendosni pak prioritet koshiencën tuaj, pra mendjen tuaj, logjikën tuaj. A është e duhura kjo për mua? A më sjell kjo të mira? Çfarë më sjell nëse unë bëj këtë veprim? A është zgjedhja e duhur kjo për mua? Pra, këto janë pyetje që ju duhet t'i ngrini vetes çdo mëngjes. Prandaj ju thuhet mbroni mendimin, mbroni energjinë, mbroni atë ndjesinë tuaj që mos të lëndohen në të ardhmen dhe organizoni veten tuaj përpara se të jeni lider apo ndihmues për njerëzit e tjerë. Sepse ju shikoj që energjia juaj jo vetëm shpërndahet, por shkon në shumë drejtime. Njëri majtas, njëri djathtas, njëri të shkuar, njëri në të ardhmen dhe nuk jeni shumë të fokusuar në ato që duhet të orientoheni dhe të manifestoni dhe të jetë pozitive për ju.
Nuk është gjithçka negative, është as kritike, është thjesht një lexim i cili unë të thoja ju orienton si një hartë se cila do të jetë udha më e mirë për ju. Le themi si një GPS në të cilën ju jeni nuk dini kë rrugë të merrni dhe GPS-i ju thotë merrni këtë rrugë, një shortcut ose merrni këtë rrugë sepse rruga tjetër ka trafik. Pra ju do shkoni në destinacion, po do të jetë më e largët. Kështu që merrni këtë rrugë tjetër në mënyrë tillë që mos të haseni me kaq shumë trafik. Është e njëjta gjë dhe leximin shpirtëror apo motivues. Pra nuk ju ndryshon destinin tuaj, ju do shkoni në të njëjtën destinacion, si me GPS si pa GPS, por GPS-i do ju ndihmoj që mos të ngeleni në trafik. Edhe leximi shpirtëror është që ju do të shkoni në të njëjtin destini ku ju jeni destinuar që të bëhet jeta juaj, si në martesë, si në punë, si në gjithçka, por që ju të kurseni ndoshta pak më shumë kohë ose mos të lodheni shumë, do të ishte mirë të konsideroni ndoshta 2-3 gjëra që puqen me ju. Mos harroni se ky është një lexim kolektiv, nuk është personal dhe është një lexim argëtues në të njëjtën kohë sepse nuk është një ligj i shkruar. Kështu që merrni çfarë ju rezonon me energjinë tuaj dhe lini ato që nuk rezonojnë me jetën tuaj. Ju falemnderit që më ndoqët deri në fund. Për nëse doni lexime personale ose lexim të cilët letra të cilat ju mund të bëni leximet vetë në shtëpi, pra për të porositur setin tim të orakullit, mjafton të më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagram, ku unë bëj lexime personale, postima frymëzuese dhe gjithashtu shërbimet në gjithë, pra dërgesat në gjithë botën për librin dhe orakullin tim. Ju falemnderit, ju të numri 2, shihemi bashkë në leximet e radhës deri atëherë. Mirë u takofshim. Përshëndetje ju të numri 8, mirë se erdhët në këtë lexim. Do të shohim bashkë pikërisht energjinë që ju keni zgjedhur dhe jo më kot ju keni zgjedhur pikërisht këtë vajzën që ka mbuluar veshët e saj me lule. Pyetja ime është çfarë ju nuk doni të dëgjoni, sepse në këtë lexim do shohim që ju do dëgjoni disa këshilla ose sugjerime shpirtërore. Ndoshta ju jeni goxha sensitiv ose nuk doni më të dëgjoni gjëra negative. Pra ka ardhur moment që ju thoni, ka mundësi të më thuash vetëm gjëra të mira Tiziana? Ka mundësi të më frymëzosh sepse unë dua motivim. Unë do thoja që shumica ose disa prej jush, le të themi sepse është lexim kolektiv dhe jo personal, mund të jenë rritur në një familje në të cilën kur kanë qenë të vegjël, zëri i tyre nuk është dëgjuar shumë. Dhe keni dashur të jetoni në një botë artistike, shpirtërore, me kafshët, me shpendët, me insekte, me lodra ose me çdo gjë tjetër që ju bën të largoheni nga realiteti i jashtëm. Sepse ju ndjeheni ose jeni goxha sensitiv. Dhe duket se ju të gjithë arrin të kuptojnë sensitivitetin tuaj. Mund të ketë qenë në jetën tuaj një prind apo një njeri, por ju të gjithë arrin të kuptojnë sensitivitetin tuaj. Gjithsesi mua më bie numri 1 në këtë rast, më bie që ju filloni një udhëtim të ri shpirtëror. Pra, do të jeni në një periudhë në të cilën ju kërkoni të filloni gjëra të reja ose të motivoheni, të jeni numri 1. Për momentin më bini të mbyllur brenda, le të themi, hapësirës tuaj ose brenda kësaj energjie personale tuajën që ju keni në jetën tuaj, me mendimet tuaja, dhe ndjeni se doni të motivoheni, por nuk e dini se si. Wow, numri 1 dhe këtu, e çuditshme, numri 1. Pra ju kërkoni definitivisht dhe këtu me dashin të krijoni diçka, nga ana numerologjike është 1 dhe 1, 11, është që ju të filloni të fokusoheni pak edhe 1 dhe 6, 7 këtu në të njëjtën kohë, edhe plus nëse marrim edhe numrin tjetër, bëjnë 8 që është numër infinit dhe lidhet me karmën. Ka diçka që ju duhet të vazhdoni, ka diçka këtu që ju, nuk do thoja të vuani, por ndoshta të mësoni nëpërmjet rrugës së vështirë, sepse kjo ju bën edhe këtu për lidhje me fluturat në të njëjtën kohë. Ju keni shumë transformime shpirtërore. Unë do thoya jeni një shpirt që
Numri 3. Numri 3 mua më bie që jeni një shpirt që ju lidheni shumë me botën, me njerëzit që kanë vdekur, ndoshta gjyshrit, apo nuk e di, fluturat ju vinë afër shtëpisë, apo do ju vini re këtë periudhë kohe. Është një fazë transformimi definitiv për ju, që po kaloni nga një fazë tjetër, ju lidheni shumë me dhimbjet ose me transformimet e njerëzve të tjerë. Shpirti juaj ka ardhur që të shëroj pikërisht ata që vuajnë. Po, resourcefulness që thuhet këtu, pra burime, që ju të jeni aty për ata të cilët vuajnë. Shiko kobra që më bie në të njëjtën kohë. Jeni shumë, ata që ju kanë partner e din që ju jeni goxha sensitiv. Prap numri 8 që krijon këtu 4, pra krijon një numër intuition që tregon këtu. Shtëpia lidhet shumë me ju. Numri 6 dhe 6, wow. Dhe njerëzit ju kritikojnë për këtë gjë, ndoshta njerëzit mendojnë që ju nuk jeni realist, ndoshta njerëzit mendojnë që po, eksaktësisht, ju ndoshta nuk jeni realist, që ju nuk jeni rritur, që keni ngelur akoma ndoshta fëmijë. Nuk e di, ka diçka këtu që mua më flet për ju, për shtëpinë tuaj, për fëmijërinë tuaj. Ka diçka që më përsëritet gjatë gjithë kohës, numri 8, në të cilën dhe numri 6 prap këtu 2 herë. Jeta ju duket rutinë, jeta ju duket sikur çdo gjë që ju bëni nuk është se ka ndryshuar, ose ka ndryshuar, por ka ndryshuar prap veni nga veni, prap veni në të njëjtën përfundim. Jeni goxha sensitiv, jeni goxha krijues. Unë do thoya që jeni një shpirt që ata që ju kanë afër janë të bekuar, do thoya. Sepse ju vini me kaq shumë, ndoshta nga një jetë më parshme me dhimbje, me vuajtje. Në këtë jetë ju keni një sy të tretë, një intuit të mprekt. Nuk ka qenë e lehtë për ju jeta dhe nuk do vazhdoj të jetë e lehtë, sepse sapo filloni diçka, ju ecën pap, ju mbyllet, ose ju transformohet. Dhe kjo ndodh për arsye sepse ka diçka karmike këtu që ju duhet të mësoni dhe nuk doni ta dëgjoni ndonjëherë, doni të mbylleni brenda vetes tuaj. Shiko, igli këtu më doli kobra, këtu më falni. Këtu më doli pra sora, këtu më del eagle në araba shqip. Prap veshi këtu, wow, që i thuhet që ju do të dëgjoni një lajm të mirë, diçka ju vjen këtu pra me shpendin. Dhe ju do kaloni, shko si thot, kaloni nëpërmjet vështirësive, kështu që mos u shqetësoni. Ju i kaloni vështirësitë sepse ju jeni, duke qenë që jeni njerëz ose shpirtra shumë të vjetër, ju i kaloni këto vështirësi, por për momentin ndoshta trupi juaj ose mendja juaj, psikologjia juaj që është humane, e shikon si të vështirë. Megjithatë, ju i kaloni çdo lloj vështirësie. Dhe unë do thaj që është mirë ndonjëherë edhe mos të dëgjojnë të njerëzit përreth, sepse ju nuk jeni si gjithë njerëzit e tjerë. Do pajtoheni me dikën ndoshta që ju jeni zën, ose nga ananesi në përgjithësi ka këto pjesën e sipërme që është me gjëmbra, diçka që e gjithi në fakt të shpon, që diçka që juve ju lëndon, në fund fare ju e kuptoni që okay, arrita këtë, po arrita me vështirësi, po ja dola mban. Diçka këtu do t'ju mësoj nëpërmjet rrugës së vështirë. Unë do thëmë mos dëgjoni njerëzit e tjerë në këto momente, sepse kur ju dëgjoni njerëzit e tjerë, ju ndikoni nga njerëzit e tjerë, dhe kur ju hyni në një jetë normale, pra në një jetë rutina, ju ndiheni të dekurajuar. Ju ndiheni që nuk ka asnjë gjë më të mirë, dhe se unë do thëra ikni nga njerëzit që janë rutinë. Ikni nga njerëzit që kanë probleme, ikni nga njerëzit të cilët janë shumë realist, ose mos rrini me ata që ju thonë vetëm për problemet e tyre, dhe sepse ata ju që organizojnë ose ju shkëpusin totalisht nga kjo energjia shpirtërore e juaja që është kaq shumë nuk e di, kaq shumë e lidhur me botën tjetër, me universin.
Ju jeni si një katalizator, do thoja, midis dy potëve, si një urë që lidh. Unë do thaj që mund të keni ëndra parashikuese, mund të keni aftësi të lexoni letrat, aftësi të lexoni kafen, aftësi të perceptoni njerëzit që energjinë e tyre që në momentin e parë kur ju i shikoni. E shikoj që për çdo gjë që ju doni të arrini, gjithmonë duhet kaloni në një transformim shpirtëror, duhet ju lodhi tmerrësisht shumë për të arritur atë që ju doni. Megjithatë, definitivisht ju vizitoheni nga njerëz, më falni, nga kafsh, nga shpend, nga shpirtra qofshin këto në ëndrat tuaja, dhe udhëzoheni, gjithmonë udhëzoheni cila do të jetë më e mira. Jeni realisht jeni shumë një shpirt që unë do thoja po bën një cikël ose po përsërit një cikël për të shumtën e herëve. Pra një jetë që përsëritet vazhdimisht për të pastruar ose për të mësuar disa leksione të caktuara. I kam letrat me kokë poshtë? Jo. Atëherë, ju shikoj që ju jeni në ëndra ose në botën tuaj dhe doni shumë herë të ikni ose të mbyllni veshët ose të fluturoni të ikni. Keni nevojë për qetësi, për pushim. Sepse ju i merrni çdo gjë brenda shpirtit tuaj. Çdo gjë ju e merrni brenda shpirtit tuaj dhe ndiheni që njerëzit e tjerë luajnë me mirësinë tuaj. Njerëzit e tjerë shohin dy persona brenda të njëjtit person, do thoja unë. Si ta shpjegoj këtë më mirë? Shikojnë që ose ju dyzojnë juve me lojën e tyre, ju bëjnë një lojë mentale njerëzit e tjerë, një lojë mendore njerëzit e tjerë. Edhe nuk janë shumë të drejtë me ju, edhe ndiheni që gjithkohës që ju lodhi njerëzit e tjerë juve. Eksaktësisht unë do thaj që ju lodhi njerëzit e tjerë. Unë do marrë dhe disa letra të cilat i kam krijuar vetë, është orakulli im për ju që jeni të rinj në faqen time, në channelin tim në YouTube. Kjo është orakulli im që unë kam krijuar vetë në një periudhë që kam qenë shtatzane dhe kam dhënë maksimumin energji në shpirtin tim dhe vjen në këtë kuti magnetike të fortë, peshon gati 1 kilogram, është orakulli mendjes së mjegut për ata cilët kërkojnë më shumë qetësi në shpirtin e tyre, në energjinë aktuale, në jetën e tyre. Emri im është Tiziana Dinek, me titullin që unë kam mbrojtur, dhe ky është titulli i librit Orakulli mendjes së mjegut. Brenda kutisë ju do të ngjeni këtë libër me 357 faqe me ngjyra që shpjegon të gjitha letrat që janë këtu, janë 70 letra, dhe këto letra janë motivuese për të parë energjinë në mëngjes. Pra ngrihen në mëngjes dhe merrni një letër dhe thoni si do të jetë kjo energjia ime për sot, çfarë duhet të konsideroj sot. Janë motivuese, janë psikologjike, janë shpirtërore dhe janë letra që ju bëjnë të reflektoni në çdo ditë. Pra janë si një mantra që mund të dëgjoni në mëngjes, është e njëjta gjë dhe në këto letra, janë goxha pozitive. Le të shohim bashk, nëse doni t'i porosisni, unë do ta them dhe në fund të videos, është në faqen time të Instagramit Tarot Spirit Therapy. Dërgesat bëhen në të gjithë botën. Le të shohim së bashku çfarë ato na thonë më tepër për jetën numri 3. Kjo letër, unë adhuroj këtë letër. Kam pasur shumë ide për ta realizuar këtë letër, por definitivisht ka qenë kjo versioni i fundit. Po ta shikoni, kam vendosur dy litar këtu që kjo skulptura është duke tërhequr yllin, pra duke thënë hajde, dhe këtu ka disa shkallë. Edhe ajo është me këtë aureolën, është ndriçon. Është një letër shumë e bukur, adhuroj këtë letër, personalisht adhuroj. Ju thuhet që në fakt, unë tha që ju lidheni me universin, lidheni me natën, lidheni me syrin e tretë. Ju do arrini qëllimet tuaja. Si? Ju jeni fokusi i njerëz të tjerë. Nëse ju keni biznes, nëse ju doni të bëni diçka shpirtërore, ju keni për të arritur dhe iluminoni njerëzit e tjerë. Njerëzit e tjerë kanë nevojë për ju. Suksesi juaj ndikon tek njerëzit e tjerë dhe jeni
ju dukeni si një dritë për njerëzit e tjerë, do thoja. Ëndrat tuaja bëhen realitet. Shiko këtu balun, shiko, këtu kemi ombrelat të cilat shkojnë lart, ndërsa këtu kemi balunin që shkon lart, duke thonë përtej ylberit, sepse ju jeni goxha shpirtra të lirë, kreativ, intuitiv, do thoja, dhe këtë që se shikohet, kam një problem me kompjuterin që nuk arritur të shikoj nëse ju arrini të gjitha letrat i shihni në ekran. Pra kemi një energji këtu shumë të bukur, do thoja, sepse ju thuhet që kjo ikja juaj nga realiteti është e domosdoshme, sepse shpirti juaj ka nevojë, nuk mund të bëhet dot realist. Si do të jetë energjia me njerëzit e tjerë? Kaotike. Si do të jetë prap energjia me njerëzit e tjerë? Atëherë, të dy letrat tregojnë që njerëzit e tjerë, ashtu si kundër letra këtu, luajnë pak me mendjen tuaj. Kujdesni nga diskutimet, nga njerëzit, mos u ulni në tavolinë me njerëz të cilët kanë tendencë të diskutojnë, me njerëz të cilët kanë tendencë të bëjnë shere, me njerëz që kanë tendencë të mos ju kuptojnë, sepse mendimet e tyre kanë më shumë, le të themi, pesh se mendimi apo qëndrimi juaj. Unë do të thoja që jeni në shumë drejtime. Nëse do ju duhet të merrni një udhë të caktuar, mbyllni syt, kërkoni ndihmë nga universi dhe ju keni për të gjetur udhën. Ju jeni shumë shpirtëror numri 3. Më thënë, numri 3 unë mund të them më shpirtërori nga të 3 numrat sot që kam pasur, pra nga 2 numrat e tjerë. Jeni në një energji që ju jeni në tokë, por nuk ndjeheni në tokë. Ju keni ardhur ndoshta të shëroni njerëzit e tjerë, shpirtat e njerëzit të tjerë, ndoshta edhe profesioni juaj është i tillë, apo dëshira dhe shpirti juaj është i tillë, të shëroni njerëzit e tjerë, të shërbeni njerëzit e tjerë, të ndihmoni njerëzit në sëmundjet e tyre apo në kalimin, në tranzicionin nga një gjendje shpirtërore në një botë tjetër, në një gjendje tjetër më pozitive. Ju dhëtoni ose ikni në një energji universale që nuk përkon me atë realitetin e perceptimin ton human, kështu që shumë herë kur ju jeni me njerëzit e tjerë ndikojnë duke ju të organizuar pak në mendjen tuaj, pra ju bëjnë më tepër të jetoni një botë tjetër për tjetër nga realiteti. Pra ju ndjeni që jeni në një, unë do thoja, duke qenë me njerëzit e tjerë, ju ndjeni që ata ndikojnë në vendimet edhe në mendimet tuaja dhe ndjeni të ngatruar. Mos merrni mendimet e njerëzve të tjerë për të marrë një vendim të caktuar. Njerëzit e tjerë duan ose luajnë sepse shikojnë diçka sensitive tek ju. Ata shikojnë dy energji, do thoja unë, si një shoqe dhe një mike të flasin, por edhe një energji shpirtërore që ndikon. Do thoja mos diskutoni me njerëz të tjerë sepse perceptimet dhe mendimet tuaja nuk janë të njëjtat me ata të botës ose të njerëzve të tjerë. Dhe drejtimi ose orientimi për të gjetur rrugën tuaj është goxha i vështirë. Pse? Sepse ju jeni unik. Prandaj është e vështirë që ju të gjeni udhën tuaj kaq lehtë. Dhe njerëzit e tjerë kanë këtë tendencën t'ju organizojnë. E kanë këtë sepse ju e lejoni këtë gjë, ju ndonjëherë dyshoni tek vetja juaj. Dhe unë do thoja ju jeni një shpirt goxha i vjetër, që keni ardhur këtu në shërbim të njerëzit të tjerë dhe mos u mërzisni nëse jeta juaj ju duket që çfarë po bëj unë s'po bëj asnjë gjë, jam në shpirt të njerëzve të tjerë. Kjo është për arsye sepse shpirti juaj ka zgjedhur diçka të tillë. Dhe për të marrë energjinë e universit e për të sjellë në mendjen edhe për t'i dhënë dritë shpirtrave të tjerë është një pjesë e misionit tuaj. Unë këto shoh për ju të numri 3, sigurisht është një lexim kolektiv. Nëse ju dëshironi lexime personale, ju mund të më shkruani te Tarot Spirit Therapy në Instagram dhe unë mund t'ju orientoj aty se si procedoj me leximet personale.
qofshin këto të letrave dhe të orakullit tim, qofshin edhe për leximin e ascendentit në formë karmike sipas astrologjisë indiane, një lexim shumë i bukur karmik, që është 2 orë e gjysmë si shërbim, plus edhe materiale të PDF. Në të njëjtën kohë edhe në Tarot Spirit Therapy në Instagram mund t'ju orientoj se si ju mund t'i blini në çdo vend të botës letrat e mia të orakullit për t'i përdorur këto çdo ditë dhe në mëngjes. Dhe gjithashtu për të më ndjekur aty sepse hedh postime të cilat janë pozitive dhe interpretoj gjithashtu disa nga simbolet që ne shohim në ëndër. Ju faleminderit që më ndoqët deri në fund, do të jemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.